e mirë e këtyre ujrave kullojnë nëpërmjet sistemit me ngritje mekanike të hidrovorit Kravasta. Pra dhe hidrovori është gatishmëri maksimale punës. Aktualisht niveli në hyrje të hidrovorit është -1.5, çka na lejon një farë avantazhi që ti presi dhe ti përthithi me njëherë këto sasi ujë që ka dalë në sipërfaqen e këtyre zonave. Kjo është hera e parë që ndodh në këtë gjendje që është tani. Dhe më që mund të themi që është gjendje kritike. Për 70 po vete unë, në këtë gjendje asnjëherë nuk e kam parë. Jo unë, po edhe nga tregimet më të mëdhenj, edhe të babait, 98 vjeç vajti babait tani ashtu e thosh që nuk ka bërë vaki, që të jetë mbytur ndonjëherë zona e këtushme. Kjo të themi tani, këto janë në fatkeqësitë natyrës. Edhe nuk janë të tona, përse po edhe dora e njeriu, një çik se ngjitu, zbrit, në argjenatur edhe gjithmonë e gryen, edhe e bëret nivelin e vet. E ka çarë në dy vende. Ka çarë këtu që themi në kurora e sopit, edhe diku ke kasolla e patave që themi ne, që ka qenë të kooperativës, ku kam edhe unë tokat atje. Ajo është komplet që nuk kuptohet asgjë. Para gjysmore unë kalova këtu se vajta e pash, tu të ishin më poshtë ka gjysma. Do më brenda gjysore tani shikon nivelin e rritjes me njerëzve. Tani shpresojmë mëshirë të fatit edhe Zoti e di. Sa toka janë të përmbytur afërsisht? Me 100 hektar. Mund të them Rrezikohet fshati? Pikrisht për këtë gjë po interesohemi edhe bim anës edhe ne. Me marrjen e njoftimit nga njësia administrative Libofsh nëpërmjet kryetarit të saj, bordi kullimit Fier, edhe pse ishte angazhuar në shumë situata të tjera, si paradisja ditës siç e dini në kaskadën e lumit Vjosa, dhe tani u angazhua, domethënë ishin i angazhuar njëkohësisht në kaskadën e lumit Seman, çoi urgjent një ekskavator, aktualisht është duke ardhur ekskavatori tjetër pranë këtyre zonave për të bërë të mundur minimizimin aq sa na lejon kushtet dhe tereni për të mbrojtur tokën bujqësore të fshatrit Ndërnenas dhe Asturgas, njëkohësisht dhe panelet fotovoltaike. Siç e shihni, prurjet vazhdojnë të vinë, niveli i lumit Seman qëndron në nivele të larta, gjë që bën të mundur dhe ardhjen e ujit nëpërmjet fushave të tokave bujqësore të fshatit Ndërnenas. Aktualisht kemi zënë një pjesë të pritave në kanalin kullues kufizues i Majt, po vazhdojmë duke mos pasur mundësi të vazhdojmë këtë ndërtim të detit, pasi kemi rritje të nivelit lart, po vazhdojmë duke mbrojtur tokat bujqësore të fshatit Ndërnenas dhe Asturgas.